që në Tiranë s'ka ujë të pishëm, ose s'ka ujë më saktë qezma, s'po them të pishëm, se po kërkoj shumë kur them ujë të pishëm, po në mes të Tiranës, aty ku jetojnë prindërit e mi, nuk ka ujë vlla, është me orar, me 3 orare. Në 2026 nuk ka ujë. Ndërkohë që ky bën këto ekspeditat e tij të famshme në kurriz të njerëzve. Aty të duket pak a shumë jeta për çardhjen kohë moderne. Me ironi po flasim, s'po flasim që e di si është ky vlla, ky është Luigi 16. Në qoftë se i referohesh në qoftë se i referohesh një figure historike që ka qenë mbretët e ka shkatruar buxhetin mbretëror dhe të Francës, është vetëm Luigi 16 vlla që bënte festa idiote, boheme, me orgjira, me gjitha me radhë, ndërkohë që buxhetin e Francës, ushtarake të gjitha me radhë, e lasi sytë e vetë si Italien. Të njëjtën që po bën ky. Më thënë Edi Rama, Edi de Lui, a kupton? Edi de Lui i 16, po bën të njëjtën gjë valla. Do të thënë, a e kupton çfarë tmerri është në datën në datën 1 për shembull, të bëjmë marrëveshje fjalësh, në datën 1 ti alokon 4.2 milion dollar për një këngëtar antisemit, për një këngëtar i cili mbahet vetëm si dashnori i Kim Kardashianit, që ja kanë bllokuar të gjithë. Nuk ka rëndësi fare, më një artist, po ç'rën si ka, më është thjesht alogjike më valla, është hyrje e piramidës së Maslow't. Në datën 2, se mua s'm del e keqja me këtë, në datën 2 QSUT-ja del me letër zyrtare dhe thotë kemi nevojë për donacione në spital. A kupton? Edhe ata si flasin dot direkt, imagjino. Do plagon në çast shteti, në çast shteti. Në çast shteti mund të ndodhe kjo valla. Ma thojë mua në çast shteti mund të ndodhe kjo. Vetëm kaq. Aty. Pra spitali të vuaj për ilaçe, ndërkohë që këta thon turizmi me Kanye Westin. Opa. E di se e dëgjoja edhe në vite shumë keq të pak, por unë se kam njohur një herë me thënë drejtën, po ai ndoshta ashtu ka qenë, se këta që kanë emigruar jashtë shtetit edhe se kanë gjetë veten këtej dhe vinë e bëjnë ministra andaj ndoshta edhe kjo mund t'i ketë ndikuar, do të thonë pak me gjak ndikon ndonjëherë. Po e dëgjoja këtë lloj arsyetimi, do të thonë që është, po diu në rastin më të mirë është maskarallik, se pastaj mund edhe të kenë rrëshqitur njerëzit orë, se ndonjëherë pushteti i tepërt edhe legu i tepërt të zënë dhe syt. Po dëgjoja ministrin e kulturës për shembull kur fliste për këtë pjesë që vazhdonte dhe justifikonte prapë idenë e dhënies 4 milion euro, o ti robo, çfarë vini jeton më valla? Se ti shkon për ditë në kinostudio e ke zyrën, se ta dim gjithë ku e ke zyrën. Në atë që duhet ishte shtëpia e prodhimit të filmave dhe duhet kishte kinematografi, po m'fal më, o ti qofte me dhjan. Po ti a e shikon qendrën e kinemas që si ke dhënë kokër legu dhe s'ka ndryshuar buxheti këtu e kaq vite? E shikon ky zotëria për shkak me që është ministri kulture. Me që duan të bëjnë investime afatgjata. Ku ka turizmi ky? Ke çfarë rënojash? Ku i gjen rënojat? Ku ka ky rënojat? Ku ka ky antikitetin? I cili qëndron akoma sot në vendrime. Antikitetin e kanë Durrës, vlla, e kanë Apolloni, e kanë Amantia, e kanë nga zona e Voskopojës, po ky ja shet Greku të Tendrit, vlla. Ky ja shet Greku të Tendrit. Ky antikitetin e ka te shitja nëpërmjet Gjoja Kanye Westit, e ka tek qoftet edhe birrat që të shiten për turizmin ton elitar. Se faktikisht turizmi elitar në Shqipëri, domethënë njerëzit kanë qofte edhe birra. Ky është turizmi në Shqipëri. Jemi realist. Se të vish në Shqipëri për shembull, që ti mund ta gëzosh natyrën, bukurinë, gjitha ka gjëra shumë bukura në Shqipëri. Po të flasim për turizëm kulturor, që është më afatgjat, që i bën ata njerëzit shkojnë edhe sot në 45 gradë apo 50 gradë të ngjitën në Akropolit në këmbë, për të parë ato gjërat e bukura atje që gjysmat mund të jenë dhe tonat, kush drejt në merr vesh. Po. Kan çat shohin njerëzit valla.
Kurse në Shqipëri nuk e çat shofësh nga këto, tash jemi realist. Vjen një herë, s'vjen më. Ose je kalim. Kanë ardhur kanadez aty më, se takoj unë gjithë ato kanadez kur mbi muhabeti, edhe nga këto miq, edhe nga njerëzit që punojnë, edhe kur bie muhabeti nga nga si. Dhe më thonë, isha në Shqipëri, deti ishte shumë i bukur. Po çfarë pe tjetër? Deti ishte shumë i bukur, kaq. Po detin e ke edhe në Greqi kur zbret, i sojësh. Po zbriten jug, nuk është se ka diferencë deti jon nga pjesa shqiptare ke pjesa greke, i sojësh. Do të thonë çfarë ofron ti valla turizmin? Çfarë ofron ti kulturës? Në qoftë se neve jemi, më fal, se s'ndele keqja Lale, kemi investuar për kulturën thoshte më. Çka ke investuar për kulturën ti më? Kujt po i tregon ti që ke investuar për kulturën? Atyre që man punë aty në ministri? Se këta të bëjnë dhe për budallare. Do më çudit mua me këta. Këta i bën njerëz për budallënj. Ti s'ke ujë në Tiranë, o zotni. Nuk e ujë në Tiranë. Ujë të rrjedhshëm nuk ke në Tiranë. Po si me pompat e me depozitat, ti nuk e ke. Ti tregon që po investon për kulturën, se ne bëjmë koncerte, se ne bëjmë kështu, se Tirana është e mbushur me aktivitete. Çfarë aktivitete alla Kanye West quhen ti kulturore? Këto janë komerç, mo. Komerç për atë që vjen dhe kënon aty. Po se erdhi Kanye West, si të vi si mos vi, nuk ndryshon turizmi në Shqipëri. Ti lejnë këto bullshit e këta më burr, se jetojmë. Tu ku jetoj unë e kuptoj shumë mirë se çfarë do thotë kulturë. Tu ka 58 teatra në qytet. 58, po. 58, a? 58. Po, ndërkohë teatri kombëtar i Shqipërisë është në atë zgjeqen atje, në atë kiosk. Shiton teatr gjoja. Çka gjena e magazin e Digës që përmbytën njëri i kokta. Se i harron ministri këto, se ndoshta kur iku në Amerikë nuk iku për hapjen e Digës, mund të ketë ikur në gjë tjetër. Po këta harrojnë që prap kryqet e Edit do marrin këta me vetër. Ta që i bëjnë si mbrojtës, teorive të ati, ose janë shumë të lidhur me këtë, ose kanë frikë nga ky, ose se kanë kuptuar akoma se si shtrydh ky si limona, se ky të shtrydh, të rehabiliton, të shtrydh prap ky. Po të shtrydhi, është si puna saj që a bëhesh me tretën i thaj në burg? Po. Shu janë dhe këta. Nuk ka një diferencë, kupton në mendim. Edhe dalin dhe të ofendojnë dhe inteligjencën pastaj. Me këto lloj teorira ashtu se gëlon jeta kulturore në Tiranë. Ama mos jaq. Gëloga jeta kulturore në Tiranë. Sa më pëlqen. Jeta kulturore në Tiranë, më thjesht një band që këndoni klube. Sa më pëlqen ajo revolta jote e klasit. Revolta e klasit. Po nuk më bën dot për budallata si një njeri mu që erdhi qef në Amerikë vëlla, dhe është këtu u bë ministër, prap. A u bë me tretën kë. Po mos na ofendon më burr, se të ofendon më burr. Dhe unë nuk e pranoj dot këtë lloj ofeze. Ky studenti Ramës. Ky ndoshta duhet bëj palestër vëlla, duhet të heqë dhjamin e trurit djerë. Se ndoshta po të heqë dhjamin e trupit bëhet si Saraminglla dhe ky. Po, Saraminglla. Paktën duhet filloj të pastrohet. Por këta njerëz duhet bëjnë katarsis me vetëm, duhet shihen një herë në pasqyrë më, duhet ta kuptojnë një herë, kanë dy fije burrniku, kanë ngel më apo s'u kanë ngel më burrnik këtyre njerëzve. Ti e kupton? E kupton Gjermal Beqira doli sot lajmi që i kishte dhënë dashnore se vet 1 milion euro jat dhurat. Ai tipi që u kap në Francë me Action. Dhurat dashnore si milioni, ma i në qa dhurat e i bom gruas kë. është të mërshme, o vlla. Dashnore si 1 milion euro, dhurat. Edhe shqyqyr që ka rënë qik euroja, o vlla, që të pje 930 milion lek. Nuk të vete 1 miliard e 400 milion. Por janë zëngjin të rinj ta mërë. Zëngjin të rinj. Nuk kanë thonë kod vjetrit, rrugë nga zëngjin i ri. E kur bin këta në të lynë edhe me nderen. Sigurisht do bin sy këta. A mendo se ka një individësh më, e kuptoni? S'është çështja vetëm ka ime, janë shumë si puna e tij do. Kur flasim për atë. Kur flasim për emrat përveçëm, nuk merremi me personazhin drejt për drejtë, merremi me fenomenin e kapur. Është si puna e saj, u kapën 2 ton kokainë në port. Unë gjë e parë, mendimi i parë që më vjen vëlla në mendje, është sa kanë kaluar kur janë sakrifikuar
2 tona, kupton? Sa kanë kaluar gjatë gjithë kohës. E njëjta gjë është edhe me këta. Sa të tjerë nuk dim neve, se këtu është sistem o vlla. Tu të Ermal Beqira janë gjithë. Po. Problemi është, a mendon se më thënë ideja vlla është, a mendon se po reflekton populli majt sepse kam dëgjuar argumente për këta të Poliçanit ose për me Malijajt që thon, ama se tani që u erdhi vezat e bytha po revoltojnë këta se këta nuk u çuan. A është mirë të gjykojmë njerëzit valla apo çdo njeri ka drejtën që të reflektojë në kohën që do vet? Që të japim një mesazh. Jo, kjo është pozitiv. Kjo është gjëja më e gabuar, që ti merr përsipër të bësh detyrën e Zotit dhe ti kërkosh llogari njerëzve të tjerë që tek e funit nuk kanë as më të mirë as më të keq. Kjo është domethënë idiotësia e ignorancës që shpesh herë pa dashur na karakterizojnë përsipër të gjykojmë të tjerët. Në vend që themi shqyr që të erdhën mend, ne themi tash që tere ke joti aty, tani u kujtove ti. Po, tani do kujtohesh ti. Mund të kujtohesh dhe nesër, mund të ishe kujtuar dhe dje. E rëndësishme është që kujtove. Sepse ka dhe nga këta që vazhdojnë jo vetëm që s'kujtohen, si ministrin fjalë po flisnim bashkë, çfarë? Ka dhe nga këta që jo vetëm që s'kujtohen, po vazhdojnë dhe luajnë të njëjtën lojë. Se ndoshta janë zhyt deri, domethënë kur do mbaroj parti, ai madje të gjithë tyre do t'i thotë zhysni kokën tash. Domethënë dhe vetë do qëndrojnë sipërfaqe. Se kështu ka për të ndodhur. Po të marrësh dhe të gjykosh ti, i erdhën mend tani apo i erdhën mend pastaj, kjo është në rastin më të thjeshtë tektësi. Në rastin pasaj më, po themi çik më të elaboruar, më të përpunuar, kjo i bie që ti në egoizmin tënd nuk e toleron dot që njerëzit të bëhen pjesë e asaj që ti aspiron, ose që ti pretendon se aspiron. Se ndoshta këta janë pikërisht ata profetët e rremit që po thosha unë çfarë. Ta lloj tipash. Ta që marrin përsipër të gjykojnë tjerët. Se na ka ndodhur gjithë kjo. Del një torollake diku për një inat personal apo për një gjë, krijon një shpifje aty dhe ti pa pritur bëhesh domethënë personazhi i tavolinave, domethënë se deri aq i shkon, po nuk gjykohen njerëzit, s'ke si pse i gjykon ti, duhet të thuash. Shumë mirë që erdhën. Shumë mirë që erdhën mend tani. Shumë mirë që erdhën mend. Që ta kuptojnë. Nuk ka rëndësi. Më mirë ta kuptojnë tani se sa mos ta kuptojnë kurrë. Populli vetë thotë më mirë vonë se kurrë. Nuk e ke iden sa veta kishin ardhur sot vlla pleq të rinj, të reja, kishin ardhur nga diaspora në gusht për të mbështetur protestën. Dhe ti nuk e ke iden vlla se çfarë vape është tu. Unë jam duke folur me ty, është ora 12 pa 10 e natës, para 10 minuta para mesnatës, dhe është i Zagushi Bego që po shkri vlla. Nuk e ke iden. Dhe njerëzit ti sfidojnë këto lloj temperaturash, minimalisht vlla ka nevojë për një përqafim dhe minimalisht ka nevojë për një përgëzim. Sepse jo se kjo nuk bëhet vlla, po në një shoqëri të amorfizuar, amorfe, të vrarë në shpirt, të vrarë në tru vlla, të trembur, të traumatizuar, është arritje shumë e madhe që të vishën këto lloj nivele që ka arritur kjo protesta. Nuk e ke iden vlla se çfarë lumturie ndjej. Nuk e ke iden se çfarë lumturie ndjej vlla që jemi futur në muajin e tretë. Po ti e kupton domethënë që kur dëgjoj këta njerë janë këta morti e mëdhenj të mediave se prandaj duhet me i pa në herë këta budallënj funksional që i përdor sistemi akoma. Po ti flasin kundra. Ty që merr shtim ato që na jep në një mendim vlla se unë nuk i shikoj dot fare. Jo, po duhen parë sepse ti duhet ta njohësh, duhet i njohësh kundërshtarët në thonjza, se unë si quaj kundërshtar këta, unë i kam dhe arktim ndonjëherë. Ti e di që unë qesh vetëm me këto lloj misionesh. Po. Ose qesh pasaj me humor që s'ka lidhje që s'prodhohet aty. Po këta, domethënë, po të thosha për këta idiotët funksional të sistemit, që duken ndonjëherë sikur janë dhe kundra sistemit, por që faktikisht bën të njëjtën punë, janë pikërisht këta që merren me ka rënë protesta, se kanë sikur po dalin më pak njerëz, sikur po të bëhen më pak kështu, sikur po të dalin më pak ashtu, sikur dhe këtej marrin me pafytyrësi më të madhe, e janë mësuar që të lëpihen, se kur ja ka lëpir Berishës nuk e kanë problem të lëpihen dhe këtij tjetrit valla, se po prapë të njëjta parti ngelen. Po. E shumë i saktë. Dalin me pafytyrësi më të madhe
Jo vetëm që thonë, po bie protesta, e bëjnë Kastile dhe e ngulin, se mendojnë që kanë lexuar 2-3 libra tyre dhe mendojnë që ky është mënyra se si ti duhet komunikosh apo ta ngulësh lajmin. Dhe pastaj me pafirësi të madhe vazhdojnë promovojnë akoma këta të këtyre partive që i nxorën Kastile, këtyre partive të vogla të reja që u shpikën Kastile për treguar që nuk ka shpresë të rinj, se shiko këta të rinj janë më keq se sa neve. Kjo ndodh. Dhe harrojnë, jo nuk është se shumë mirë, po këta ndohen nga ishin, dëmtesës duke dashur tulin numrat. Do të merren me numrat më saktë që janë më pak, që njerëzit dalin sa më pak. A e di kush e thot këtë vëlla? Të thon ata që s'kan dalë kurrë. Po sigurisht. Po, ore, edhe mos mendoni që s'dalin, ta vinë aty se kanë hallin që dhe këta të spionojnë në gjë aty. Po. Edhe nëse s'dalin pak rëndësi ka, se kanë gazetarët e redaksive të tyre që dalin për ta. Po nuk është çështja këtu. Ta lloj idiotësh funksional që merren me shifrat, me numrat, e kuptojnë shumë mirë që protesta në thelb, sikur edhe të bien numrat një ditë apo të rritet një ditë tjetër, tash nuk është më çështje e numrave. Po drama s'është duke u marrë më me numrat. Po t'jap një informacion vëlla për numrat. Sot që ka fillu gushti, u mbyll korriku me 3500 deri në 5000 veta pothuajse për ditë në shesh. Temperatura shumë të larta, vëlla, ka mbajtur deri në 42 gradë. Sot kishte pa frikë 10.000 deri në 12.000 veta në shesh. Na kishte marrë malli të mbushi domethënë që të mos kishte fare lëvizje. Kishte vështirë për të lëvizur vëlla. Dhe neve e dinim, nuk ose nuk e dinim.